Shqipëria është pozicionuar mes 10 vendeve me shkallën më të lartë të vrasjeve me dashje në Europë për vitin 2024, sipas statistikave zyrtare të publikuara nga Eurostat. Me një shifër prej 41 vrasjesh të regjistruara gjatë vitit, vendi ynë shënon një tregues prej 1.71 vrasjesh për çdo 100.000 banor. Ky përkeqësim i pozicionit në renditje vjen si pasojë e dy faktorëve kryesor: rritjes së numrit total të krimeve krahasuar me një vit më parë dhe aplikimit të dhënave të reja të censit, që pasqyrojnë një numër më të vogël të popullsisë rezidente në vend. Në krahasim me rajonin e Ballkanit, Shqipëria renditet e dyta pas Malit të Zi, duke lënë pas Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, kjo e fundit me nivelin më të ulët të kriminalitetit të këtij lloji. Faktorët që ndikojnë në këto shifra në vendin ton mbeten kryesisht konfliktet e vjetra pronësore, gjakmarrja, krimi i organizuar dhe lehtësia e qarkullimit të armëve. Ndërkohë në nivel kontinental, vendet baltike si Lituania dhe Letonia vazhdojnë të mbajnë vendet e para, ndërsa shtetet si Italia dhe Zvicra karakterizohen nga siguria më e lartë, me nivele vrasjesh që janë nën 0.7 për 100.000 banor.